Libri Politika si ide me autore ish deputeten socialiste Valentina Leskaj u promovuan në Bibliotekën Publike Qemal Baholli në Elbasan. Valentina Leskaj ndau me të pranishme disa kujtime nga koha kur shërbente si deputete në Elbasan, kujtime që gjenden në librin e saj si reflektime ideshe ngjarjesh, si një dialog me të shkuarën post-komuniste. Elbasani dhe Elbasanit nuk u asimiluan, përkundrazi. Ndërtuan bashkëjetesën, transferuan kulturën e tyre, transferuan mirësinë e tyre, dijet e tyre dhe u bën bashkë në çdo kohë për të përballuar me dinjitet, sido që të ketë qenë koha. Dhe kjo është një vlerë që unë kam shënuar gjithmonë. Valentina Leskaj theksoi rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në politikë, në mënyrë që fatet e tyre të mos varen nga të tjerët. Të rinjt nuk janë sot aq të etur dhe ta marrin aq shumë vrapin për të hapur librat me njërë për të lexuar. Ne, sido që tjetë, këtu jetojmë dhe kemi dhe njerëzit tanë rreth rrotullt. Nuk është se kanë një vrap, po mua më ka bërë përshtypje se zona e Shpatit për shembull, ishte zonë shumë e lexuar. Dhe më bën të përshtypje që komuna e Zavalinës, që ju e dini më mirë se unë sa e vogël ishte, kishte 40 të rinj që ndiqnin shkollën e lartë. Promovimi i librit Politika si ide erdhi në prag të ditës ndërkombëtare të grave, ku të pranishme ishin vajza dhe gra intelektuale të Elbasanit, të cilat përmes punës së tyre kontribuojnë për zhvillimin e qytetit.